Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Të nderuar besimtar musliman të qarkut të Korçës, motra dhe vëllezër. Më lejoni që në këtë prag feste të Kurban Bayramit t'ju përcjell urimet më të përzemërta. Paqe, lumturi dhe gëzim sjellët kjo festë në familjet tuaja. Kurban Bayrami është një nga festat e mëdha të fesë islame që bashkon zemrat e muslimanëve në mbar botën. Ai na sjell ndërmend sakrificën e Ibrahimit alayhis salam dhe në nështrimin e Ismailit alayhis salam ndaj Zotit të botëve, si dhe raportin e dur prind-fëmijë. Prandaj dhe simbolika e kësaj dite është kurbani. Për kurban mund të bëhet delja, dhia ose lopa, duke filluar që pas faljes së namazit të Bayramit në xhami. Ndërsa kafshët e tjera si pula, këndezje e tjerë nuk hyjnë në kategorinë e kurbanit. Kush i ka mundësitë ekonomike, le të bëj një kafshë nga këto që përmendëm, të ushqej familjen e tij dhe të shpërndaj edhe të tjerëve, ashtu siç është porosia e profetit Muhammed alayhis salam. Të nderuar besimtar dhe besimtare. Duke qenë se jemi në ditën e Arafatit, ai i cili e ka agjëruar këtë ditë, lut Zotin t'ia pranojë dhe t'ia mundsojë shpërblimin. Ndërsa festa e Kurban Bayramit është nesër, ditën e mërkurë, datë 27 maj 2026. Ceremonia e faljes së namazit të Kurban Bayramit për qytetin e Korçës do të zhvillohet para oborrit të xhamisë së vjetër Ilyas Bey Mirahori, ndërsa në zonat e tjera në xhamitë përkatëse. Janë të pritur të gjithë besimtarët, burrat dhe gra, fëmijët e moshuar, të marrin pjesë në ceremoninë e faljes së Bayramit, e cila fillon në orën 6:20 me ligjërata dhe kulmon me faljen e namazit të Bayramit në orën 6:50. Lutem Zotit të Madhruar që kjo festë të sjellë në shtëpitë tuaja me shumë mirësi, afrimitet dhe dashuri mes njëri tjetrit. Gëzuar dhe për shumë vjet Kurban Bayramit.